shumë dekade. Këtu kam edhe bashkëpunëtorin tim, Ramadan Reka, një emër shumë i njohur për juve, një artist i mrekullueshëm, i cili praktikisht poezit nuk e besoj që ka dalur ndokush nga neve që t'i sjell hë për hë, në qast, koincidencialisht aty për aty, pra, është Ramadan Reka. Përshëndetje i themi pra mikut tim shpirtit, bashkëpunëtorit tim, shumë vjeçar me dekada në mediat shtetërore, kem punuar, por edhe kuptohet tani është akoma bashkëpunëtori im, i cili nuk më lëshon hapin dot. Mirë se ke ardhur, Ramadan Reka, Kopenhag. Mirë, përshëndetje, i dashurgoni, përshëndetje për gjithë dëgjuesit konstruktiv që janë mirë të rregullt kanë shumë pranë valve të Radio Yje. I përshëndetur edhe gjithë ata që kanë agjëruar dhe njëherë duke ja uruar festën e Fitr Bajramit për konfesionin islam. Inshallah Zoti ju sjell vetëm shëndet, mbarësi, lumturinë familjet e tyre. Unë besoj se sot do të kemi një emision të këndshëm dhe do t'i argëtojmë, do t'i disponojmë të gjithë të dëgjuesit dhe do të ndahen të kënaqen, po të mrekullinë ku shqipan vetëm vllai jon Kuni, i cili është gjithmonë në dëgjues dhe gjithmonë mundohet me gjithë fuqinë e tij të dëgjuesit të relakson sa më mirë. Unë që duke përshëndetur edhe motrën tonë, të gjithë ata që janë pjesë e Radio Yje, që gjithmonë ju kam thonë ku që shkoni, ku të që kaloni prej valve të Radio Yje, kur mos u largoni se asnjëherë nuk do të shkënjeni, po gjithmonë do të kënaqni shpirtat e juve me zërin e ëmbël melankolik të gomit. Dhe unë do të mundohem sa të mundem me ndaj poezi, me ndaj humor, me ndaj këngë, siç e kam edhe ashtu zanatin tim. Prandaj vllagoni vetëm dëshiroj shëndet, mbarësi, lumturi edhe gjithmonë ndihem përfli për atë që asnjëherë s'mundem me të cilësoj se ti e bën një punë të madhe që vetëm punon për bashkimin e shqiptarë, do të thonë se po shqiptarë bashkohen vetëm me fjalët e tua, me lutjet e tua që gjithmonë lutje për kokën dhe atë dorë. Bukur shumë Dani, bukur shumë, edhe njëherë dëshirojmë se ardhi dhe këtu ka edhe miqët që kanë ardhur, duke na ndjekur, që kemi duke na dëgjuar. Ju që më dëgjoni, ju që nuk po dëgjoni, na komentoni këtu apo dëgjohemi apo nuk po dëgjohemi. Shikoj këtu vetëm një çik se çfarë ka ndodhur. Mendoj që mikrofoni është hapur atje dhe po dëgjohemi në radio. Për të tjerët do doja të marrni koment tek faqja zyrtare radio.dk/shqiptar në Radio Yje, ta jemi duke ndjekur apo na dëgjoni atje apo nuk po dëgjoni. Apo ndoshta edhe interneti qasjet e ju është me vënuar dhe nuk e përqon me kohën. Shkruani këtu, unë do përshëndes pra pas ka ardhur një dëgjues i ri, ne këtu, Zana Abazi, pastaj është Adete Avdia, i mbrëma thuhet është edhe Yjet, në të madhe në Gojë Shabani, respekt për ty dhe shikuesit të goni, respekt dhe për ty ndruar mike, këtu kam edhe Ramadan Rekën pra, kolegun tim, bashkëpunëtorin tim, fare që është fantastik pra, respekt në ty të jemi në emision. Zana Abazi përshëndetje thot të gjithëve, përshëndetje për të nderuar Zana Abazi, Iman Aliu, mirë se ke ardhur, Akim Sidiu ishte duke shikuar, përshëndetje themi dhe Akim Sidiu, një moderator të mrekullueshëm nga Radiologina, besoj që edhe ky është akoma duke dëgjuar dhe ka parasysh përshëndetjen që unë bëj për Agimin. Unë nuk i them moderator, e kam thënë shumë herë, ti i them se vërtet ka tipare moderatoreske, nëse është duke më dëgjuar Agimi, respekt, ndihmi nga Presheva Heroike. Vërtet, ja vlen të them moderator se je për moderator, a? Lutem, ndoshta dikush që kanë këtu radionat, që kanë hapur të radionat, lojra, po çfarë ka ky gazetari që po na ofendon, nuk po ofendoj nderuar, apo të nderuar, por unë nuk guxoj të shkeli etikën, nuk guxoj të shkeli personalizmin, dal korruptues. Nepotizëm nuk bëj në personalizëm, sepse shumë e kanë thënë mikrofonit nuk njoh as nën, as bab, as vlla, as motër, njoh vetëm etikën profesionale që më ka dhuruar pra shkolla dhe më ka dhuruar dhe ajo etika që duhet të mbajtur, protokolli mediatik që duhet të mbajtur. Andaj ju të tjerë mos u prekni, mos mendoni se çfarë kam qartësi me juve, asgjë s'kam me juve, por i them moderator atij që
e shoh se ja vlen t'i them moderator. Ki parasysh. Ja vlen. Dhe me përket notoj jap notën e kujt që është moderator sepse e kam version këtë lëmi dhe Gjimsi Diu është ndër ata që vërtet ja vlen t'i them një moderator i këndshëm. Ndërpresheva, Aisha Koliqi Mirëseardhje, Iqbal Bravo Krivaneva. Përshëndetje do të radioit pikë të me fillë shqiptare, ju stafin tuaj ndëruar dhe tuas me djala Gongon Shabani dhe të gjithë dëgjuesit urojmë mbrëmje të bukur të këndshme me shumë respekt të gëzuar festa Bajramit, miqësi, uroj sa më shumë dashuri, paqe, harmoni e begatinë e familjet tuaja. Gëzuar thuhet pra, gëzuar për ty nderuar, gëzuar për ju të gjithëve që keni ndjekur, miq të dashur që takoni besimit fetar musliman pra, urime festa këndshme, festa e shenjët e Fiter Bajramit, që shëndetin, harmonin në jetë, si dhe lumturin pra kuptohet të gjitha të mirat të jetës, Zoti ju shpërblej për të muaj të shenjtë, kaluat, por edhe për këto ditët festive që jemi duke kaluar Fiter Bajrami, pra. Sa të të ndja kam lexuar, respekte, Mahmut Mitrovica Ballisti, përshëndetje nderuara Gongon Shabani, gazetar, profesionist, intelektual, patriota dhe tar, urojnë një mbrëmje të bukur me dëgjuesit e RTV-yve, respekt Mahmut Mitrovica Ballisti, dhe ky është një bashkëpunëtor joni, i vërtet është i këndshëm në debatet që ne drejtojmë në hënëve, pasim doreza pra debate nga herë dhe politike. Respekt pra miku joni i madh, një patriot i devotshëm, Bashkimi Kombëtar pra, Mahmut Mitrovica Ballisti. Alpët është duke na ndjekur, respekt pro Alpët, respekt nga zëdonjyet, nga mua dhe Ramadan Reka, pra kemi këtu Ramadan Rekën, i cili ju përshëndet juve. Jeri Berisha, përshëndetje edhe TV-yt, po të respekt TV-yt, Jeri Berisha, respekt mirëseardhje, Iqbal Bravo Krivaneva, Ilir Gjeloshi, shumë të tjerë pra duke na ndjekur në momentin dhe shikojmë se kush po na merr këtu në Viber dhe me pas do inkuadrojmë edhe inkuadruesin e radhës, dhe jo i inkuadrojmë të gjithë mirëseardhur në bashkëpunim me Berisha, mirëseardhje dhe prapë kthehemi tek Ramadan Reka. Dani lexova komentet, kam edhe tjera të lexuar, shoh tek faqja e madhe të pak se ne jemi të shfaqur me dy faqe zyrtare, shikoj tek faqja e madhe, a ka, jo tek faqja e madhe një për njerë, nuk e di se çka ka ndodhur faqja e madhe, apo nuk e ka shfaqur si duhet atje transmetimin, është duke transmetuar emisionin tek faqja e Radio-yt, duhet gjithsesi atje të shfaqemi me emision, dhe ne me Dranica, për çfarë është kjo? Dranica, përshëndetje mi si ke ardhur, tani me njëherë po më bërkohen, unë do kaloj të shikoj edhe njëherë të korrigjoj, mos na ka marrë dikush Dani këtu, dhe duhet të ofruar linjën sepse ka do hidhrojnë në thoj goni nuk po na marrin telefonata. Mitrovica Ballisti nuk e besoj që na ka marrë, respekt për Mitrovica Ballistin, pra fjalë për bashkëpunëtorin ton, Mahmutin, i cili ishte më herët dhe ka bërë një pyetje në formë shkrimore. Tani japim prap një linjë tjetër këndej që kam në Ramadan Rekën. Tani do t'i ke fjalën që sa të shikoj këto gjitha gjëra bullojnë në faqe këtu dhe ju merr mikrofonin. Kështu që edhe njerë ju sa mirë se vini pranë valve të Radio-yje, ata që janë kyqën me vonesë, edhe ata i përshëndesim dhe i mirëpresim si çdo herë qysh e kemi tana dhe tradite, të me thonë familjen tonë Radio-yje me pritën kështu në me sheshje, luturi, krenari, duke ju thonë mirë se vini te Radio-yje ku aty e gjoni knasin dhe luturin e shpirtit me të madhen goni, të më thonë dhe me gjithë stafin drejtues të Radio-yje, tune të më thonë të betron një ditë e mirë në dhëmon, tune që edhe të ju besoj se kohë e mirë, por ju mund të bëni edhe pjesë e emisionit, po në emisionin tonë, do më thonë, të merë një pjesë me telefonata në Viberin tonë, disa goni t'i regulon që punë ne jemi së bashku me ju dhe kështu që ju mirëpresim me plot gëzim, sepse sonte edhe po festojmë, do më thonë, festën e Fitër Bajramit duke ja uruar dhe duke përqafuar, duke përshëndet një tjetrin, si që e kemi zanat në festat e Bajramit që i dojnë një shmon njerëzit dhe gjithmonë të ndrojnë afër tyre. Prandaj ju asnjëherë mos ndurroni, po
vetëm thjesht në Viber dhe këtu me njerë boni ju lidhe, bisedojmë se cili ka mundësi të tregon se si e ka kaluar këtë ditë të sotit, a ka shkuar dikun apo ka dikush të ato dhe çfarë gëzimi dhe çfarë lumturie keni pasur në këtë ditë. Më thonë ne ashtu gjithmonë jemi afër juve dhe afër qëndrojmë, po edhe ju jeni ata që qëndroni afër neve, edhe pse kemi me vonesë, po ne e dim se të gjithë ata që na dojnë neve si radio ju edhe qëndrojnë me neve, nuk largohen asnjëherë. Andaj ne jemi të lumtur dhe krenar që kemi kësi të gjuhë mirë të këndshëm të sjellshëm dhe do më thonë gjithmonë respektin e japim deri në maksimum ndalje, do më thonë pa ndalje, sepse goni ka vlera të thoja edhe ka shoqëri të madhe që do më thonë kur që të hynë në emision goni do më thonë gjithmonë mbushet rubrika sepse ky e ka ujën e ambër që dinë se si t'i afron dhe si t'i nderon miqt dhe mikeshat e Radio Yje. Tani, si kaluat, me qenë se tani me gjithë çfarë është aktuale dhe temët e mia shumë kam thënë, nuk janë ato të bezgjishme, nuk janë temat që kopiohen, duhet të lavdrohen për shumë të tjerë kanë bërë gabim që marrin kopje, sidomos nga neve këtu. Unë nuk bëj kopje asnjëherë, asnjë temat e mia janë ajo çfarë është aktuale, presket, çfarë ndodh, çfarë që ndodh tani për aty, ke parasysh, dhe ato i marrim, i ngjeshin në emisionet tona që ne drejtojmë, thosë që me dekada. Sonte do flasim edhe minutazhe do japim dikuar edhe fesës të Bajramit, ku Dani është për këtë na flet dhe Dani, mund të na flet edhe Dani, por kam edhe një teolog me gjaz Dani këtu, në TikTok atje me ka njoftuar, teolog, si kishte emrin ai, Luani, apo? Në qoftë se ke tani, unë kam edhe në adresë këtu, ku më ka sjellur njoftim se në qoftë se ka emision me trego, i nderuar, kam dëshirë të vije, pse jo edhe ati do japim hapësirën t'jap diçfarë të bukur dedikuar këtij muajit të shenjtë që kaluam, faktikisht Ramazanit, që ta që kanë agjëruar, respekt për ata, Zoti shpërblej, por ata që s'kan pasur mundësi të agjërojnë, edhe për ata pse jo, respekt, dhe më pas mundemi të kalojmë edhe tek çfarë është më aktuale sa i përket politikës, por Dani nuk merret me politikë, Dani merret me poezi, me këngë, dhe kur ka diçfarë që është nxehur debati dhe kemi eskaluar, por është faktikisht në atë këndin, danisht i themi Wakend. Pas të vim tek Wakend, ajo kaluar këndin e asaj nxehtësisë apo ekstremit, Dani e kemi këtu, i cili shuan të gjitha zjarret dhe me humorin e tij, me fjalët e bukura, për poezitë e tij, ky bën të pamundën që neve të na ulën ato jo gjakrat, sepse gjakrat janë në një mendim apo fraksion fare tjetër, por ulin pak ato fjalët që nganjëherë ne ngrisim kur bëhet fjalë për debate politike. Tensionet e larta. Po, se morrin aty në tension për sjetë plus. Unë e thash fraksionet duke i gacmuar këta që vjen me politikë. O, Dani. Nasër të palla mirë se ardhe, nasër të palla e miku jonë i madh, pra Naseri, mirë se ardhje, është nga Drenica, Dani, dhe Dan, a mund një poezi të athurish për festën e Bajramit, që edhe tani më janë akoma duke festuar, bëhet mirë, respekt, ke parasysh, është gjithçfarë e bukur dhe simbolike që ne të shfaqemi një prezantim të bukur nga ty, dedikuar pra festës së vitit të Bajramit, por pse jo, kemi edhe debat këtu në përket temave, këtyre koalicioneve që tani veç pothuajse janë fërkimet mes Albin Kurtit dhe partive tjera, dhe të shohim se cila partije jetë ajo të parat
që doja zgjat dorën apo do I them fjalët, do I them ato muhabetet që më parë thonin dhe betoheshin se nuk do japim dot hapësirë koalicionit vetëvendosja, apo mbi të gjitha është edhe ky I madhi I vetëvendosjes faktikisht Albin Kurti. Sa këto të flasim me kohën, por tani do kalojmë një shkrim që ka ardhur te Nesër Topalla e Dani. Është Nesër Topalla me qëndrim në Sloveni dhe ja çfarë ka shkruar. Urime të gjithëve festën e Fitër Bajramit. Ju dëshiroj shëndet stafit të TV-yt dhe gjithë dëgjuesve, ashtu gjithë muslimanëve, pra urime festa e Fitër Bajramit thuhet Nesër Topallaj me prejardhje nga drenica heroike legjendare, por me qëndrim në Sloveni, respekt pra Naser. Shaip Tërnava, përshëndetje Shaip Tërnava, mirë se ardhje. Qefsere Betullau, mirë se ardhje. Të gjithëve pra ju dëshiroj mirë se ardhje dhe tani do ishte mirë që t'jap pra Zana Bazi thot po. Çfarë po nderuar Zana? Çfarë po ke fjalën jeni duke na dëgjuar apo si është puna? Se unë thash në qoftë se jeni duke na dëgjuar apo nuk jeni duke na dëgjuar, na tregoni më mirë, të shohim këtu dhe të korrigjojmë teknikën sepse nuk është përdorur teknika pothuajse që 2 javën shumë rrallë po hyn në radio, andaj edhe shkushmëria nuk po tregohet edhe shumë e madhe, duke pasur parasysh se misionet e bën të vetën rrallë po vuten, informacione që të dani goni pa informacione hin, po bër reklama, unë nuk bër reklama, nuk shfaq reklama aty në Facebooka, dy ditë përpara me ku ta di me ato dizajne duke thënë se unë jam, ky jam, po jemi sonte ta kallim, duke I bëj ato. Ka kaluar me kohë atyre gjërave, kur ne kemi bërë para 30 viteve, tani mua më duket çfarë absurde, duket edhe çarakën, qofse unë të dal aty dhe të bëj reklama vetit, se do të jem në emision me juve 2 ditë përpara, kjo është çfarë merr, unë mendoj se është merr, nëse do ta bëj këtë, por më të merr është kur I bën reklamat vetes dhe kur fillosh emisionin fillon me 2 vet atë dhe më të merr. Ta dani? Ne punu kur kemi punu në radiot me valë përsura, atëherë s'ka pasë si radio, po edhe atëherë nuk kemi po reklama, edhe atëherë I shfarë së kur sot. Në thonë se ne kemi atë si profesion që, më thonë ne, në ndëgjojmë zonin atë vetë e lejmë ne jo mi lopë njerëzit, se atëherë bëmë së kur një lutës. Hajke, ne të më thonë, kush gjenë është I mirësaur, dhe kush gjenë apet na I dëshërë në shëndet, në bashkë I lëmëturim, familje mirë, është me dëshirë. Faktikisht edhe sa bukur me rikujtoj Dani, tjetër është tek neve, ne nuk dërgojmë njerëzve ftesat, se nuk duam, por I respektojmë. Kur e them respektojmë është se nuk t'i bezdisni njerëzit. Lutem, nuk ju dërgohet telefonata personave se nuk janë në linje. Do të është I zënë, do të është me punë, ku të dije, dhe për vetën time po flasën në formën profesionale, stafi im dhe une asnjëherë nuk ju dërgojmë telefonata njerëzve, personave që nuk janë në linje. Hapim telefonatën, në atë rastin, jemi në panel, shikojmë këtu nëse na ka marrë, na ka thirrur, praktikisht, ne automatikisht marrim dhe fusim panel. Përndryshe, nuk e bëjmë dot asnjëherë si shumë që e bëjnë. Shumë e bëjnë, e di se shumë e bëjnë, thrasin njerëzit, të tregua pra publikut se ja kemi dëgjues, faktikisht I thrasin me zor. Pa thirret njëri me zor. Njëri normal, a thirret njeriu normal, a thirret me zor në telefonat, hajde se jam në emision e flasim pak. Kjo për mua është absurde. Nuk e din njëri për shembull atë fillon puna po ka musafir, taj se një leti musafir në dorë që atëherë musafiri prekat sot që në kush me bo pësie dhe ky son formati në tonë polkin radije dhe më thonë dhe zotë në shpjes e qëtë rritjeqe. Po ai që ka mundësia ai të gjëmetra t'jen leglo vetë dhe kështu që na por se kemi thirrë apo kur kujt që kemi thonë se s'po bjen në raditor në procesi që cili ka të digjimet e vetë apo ai që to ka me ardhe pas I rjesë. Shumë herë kam thënë Dani, e kam cekur shumë herë, stani po flasim pak edhe për
edhe për çfarë thotë kush ka thirr. Askush na ka thirr. Kush thotë tu kush ka thirr. Askush na ka thirr. Askush na ka thirr, mirë po them nuk marrim nuk i bezdisim njerëzit, nuk i bezdisim njerëzit. Ne shkojmë front profesionale, hapim emision, ne bëjmë emision, danisht thuhet Vileva Radio. E ke parasysh Dani kur fisnin në 12 shtatoror Vileva Radio. Ne bëjmë radio, thuhet. Profesionalizmi thotë ne bëjmë radio. Dëgjuesit dëgjojnë, do të dëgjojnë nga neve, nga bagazhi jon, çfarë begatije, çfarë bagazhi kemi ne, sa jemi të përgatitur ne për të folur, për të shfaqur në emision. Se kjo ka sa të duash. Emisioni nuk hapet, ju së ndruar mirë mbrëmje, përshëndetje, e ka shkruar një referat aty të shkurtër. Pak edhe me ato fjalë hap emisionin, pastaj shkon muzika. Shkon muzika edhe kërkohen muzikë, përshëndetje, nuk është ai program. Nuk është program ai. Ai është program relaksuesh, përshëndetje urime dhe me këngë. Program është kur hapish emisionin dhe flasësh, të sjellësh materiale, mesazhe, parasysh. Është program. Prandaj dëgjuesit nganjëherë dëgjojnë, shumë saktë se dëgjuesit kanë qenë të dëgjojnë nga bagazhi jon se çfarë ka përgatitur sonte Goni dhe Dani emision. Apo flasin, apo sjellin, apo tregojnë, parasysh, ka informacione, mirë po nga informacionet ne pastaj i marrim edhe gjëra tjera, duktojmë, sjellim, akumulojmë edhe biseda të tjera gjatë gjithë atij informacioni që ne kemi shfaqur. Informacioni shfaqet me dy fjalë, mirë por atë informacion do ta zbërthesh. Parasysh, do të zbërthesh gjithë bërthamën informacionit dhe informacioni do të pasur kujdes shumë shfaqemi, sepse nëse ke sjellur informacion falso dhe ke marrë një informacion nga një portal që është hapur aty për aty një portal i thjesht dhe po më mirë ta them fake, falso dhe informacion pas rregullores, në media flas, pas rregullores, protokolit, ai mund të bëjmë belatu, mund të bëj probleme, mund të shkosh në gjykata, po mund të kapësh me prokurorët, e ku ta di. Prandaj shumë e them që po hapni radiona, nuk keni njohurije. Bile kujdes në këto gjëra kur t'i bëni. Ja një pyesni neve që kemi profesionalizëm, që kemi njohurije. Ne ju ndihmojmë, ju japim këshilla, sugjerim, dhe gjithë ato që kemi mësuar në media, ne u adhurojmë ju në formë privatësie. Ndihmojmë. Hapë emisionin, por mos u futni lakrave të marrë tema debatet të cilat nuk janë për juve. Nuk është kaçiku juaj, nuk është kapaciteti juaj. Merrni atë temë dhe drejtoni apo t'ju referoni dëgjuesit sepse sjell probleme. Dhe kalojmë tek miku tjetër i radhës, ne gjatë për Dimçakut, që kam